Inteligjencën artificiale, duhet flasë edhe për integrimin e industrive tuaja në tregun tonë përbashkët, ndaj sot po përçojmë një sinjal të qartë te sektori biznesit. Nëse zgjidhni Ballkanin Perëndimor, zgjidhni Europën. Kjo duhet jetë motoja jonë. Dhe duhet ju jap 3 shembuj. I pari, inteligjenca artificiale, i dyti për energjinë e pastër dhe i treti për zinxhirët e furnizimit. Në mlini tani me inteligjencën artificiale dhe më lini t'ju tregoj, t'ju rrëfej një histori që nisi shumë më përpara se sa mund ta kishim inteligjencën artificiale në telefonat tanë. 10 vjet më parë, Europa po ecte pas pjesës tjetër të botës në garën për fuqi kompjuterike. Kishim vetëm një superkompjuter në 10 kompjuterët më të mëdhenj global. Por pastaj kontinenti u mobilizua në tërësi dhe e bëm superkompjuterët për parësit mandatit parë dhe sot kemi 4 superkompjuter në 10 kryesorët globalisht. Po pse është e rëndësishme? Kjo, sepse po i përdorim ta superkompjuter për të zhvilluar zgjidhje europiane të inteligjencës artificiale. Po ngrëm një rrjet fabrikash të inteligjencës artificiale në mbar Europën, dhe këto janë vende ku bizneset e startupet tona mund të zhvillohen, të trajnohen, e po kështu të dislokohen gjeneratat e tyre të ardhshme të modeleve të inteligjencës artificiale.